Tashti siç e pat këtu sot bashkë me mua erdhi edhe Noizi. Por ju duhet ta dini që nuk ka ardhur në asnjë miting tjetër përveç atij të hapjes dhe sot nuk ka ardhur si këngëtar këtu. Se nuk këndoj as live, se kur kapi Noizi mikrofonin kishte fillu me kënu. Po ka ardhur për një arsye tjetër. Se i thosha unë, se jemi shok me Noizin, si dy çuna problematik që jemi, e keni parasysh. I thosha unë, o Noiz, unë pa e bo atë Lamborghinin tatë, me shku, plum pushke, deri në Peshkopi, unë nuk e lej këtë punë. Edhe Noizi jo me helikopter, jo me drona, qonte drona me pa ku janë punimet, jo me ca makinat lodhura se kishte hallë se i thyej Lamborghini, edhe më shifte edhe më provokonte tipik njeri që kur ka dal këtu nga barku nonës bebe, ka marrë atë, e ke parasysh, e dini ju atë pjesën e Dibranit që ta udh knej, ti shef knej, e ke hongër anej. Edhe thoshte, mirë, ka hec, po, edhe rrite, po, ajo poja ishte me një fjalë Lamborghinin tim harroje se nuk e qoja ne. Ja ku e sot, Lamborghinin e ke aty, edhe pastaj ti do marrësh Lamborghinin, do shkosh në kryet karvanit dhe do jesh i pari, do futesh në Peshkopi nga rruga Maqellarës, okej? Hajde, ka kërkes, qa kërkes e ke? E kam dhe i kërkes. Babi im ka lind me një fshat anej që quhet Lupa Lesh. A e ndihni ku Lupa? Ore, nga ura Shopenzës, është vetëm 2 kilometra pa shtruë, bërë. Ma shtroni dhe ato rrugën shkët shof gjyshit se kam alan atje në Lupa Lesh. A jena pa me shtu rrugën, apo jo? 2 kilometra janë. E kuptoni të shirë? I them Klosit, kujdes në atë 4-1, se Dibrana do rinë dhe menojnë, thëmë, po i tham 4 këtë herë, qa do në japin këto dhe qa mu t'i japin mo herës tjetër? Gjithsesi, se i vogël të. Gjithsesi, unë them që me që nuk u prishëm për gjithat rrugën e Arbrit edhe me që nuk u prishëm as për gjithat tunelin e të mërshën Murizit, si kur i këshin artë, gjithë gjindet e Dibër si shën fut mren, mos me nalon me kalu, nuk do prishëm për 2 kilometra, edhe kushti është kë, ne dha bëjmë rrugën, por koncertin e vetë, albumin e vetë të ri, Noizi, do t'a prezentoj këtu ke kjo fusha këtu. Edhe do t'i bjeri këtu fansat nga gjithë Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia, nga tjetë këtu. Se rrugën e kanë, fushën e kanë, Dibrën e kanë, qarë dunë më shumë, më rregull, jemi dakord? Edhe asaj rrugës do ja vejmë rruga Noizit, po do ja vejmë emrin rruga Noizit, dakord, kryetar? Dakord, festa dakord, do ja vesh me këshill bashkiak rruga Noizit, por do t'i vejmë goshda që mos shkojnë me shpejtësi makinat